Ju përgëzoj për gjetjen e kësaj ideje kaq brillante. Faleminderit. Në të cilën juve bëni bashkë të gjithë dentistrinë shqiptare dhe i kam ndjekur me shumë vëmendje episodet e shkuara dhe kam kuptuar që janë vërtet histori suksesi frymëzuese. Dhe për më tepër mendoj që ndikojnë tek ata të rinj të cilët ëndërrojnë në një të ardhme të bëhen mjek stomatolog. Janë shumë frymëzuese me të vërtetë. Kam qenë shumë e re normalisht, 24 vjeçe kur kam hapur klinikën time. Kryesisht babai im më ka nxitur dhe gjithmonë ai ka parë tek unë diçka që ndoshta edhe unë vetja ime nuk e kam parë. Kam shumë personazhe të njohur të cilët janë imazh i një klinike tjetër, i klinikave të tjera, pra paguhen në klinikat të tjera. Dhe vlerësimi më i madh që unë marr është që ata në klinikën time vinë paguajnë për të marrë shërbim nga duart e mia. Dhe kam një natyrë që nuk e krahasoj kurrë veten me dikë tjetër që të bëj krahasime, apo ta shoh si konkurrencën. Konkurrencën e kam vetëm me veten time, që çdo ditë të bëhem më mirë se sa kam qenë nga ana profesionale dhe nga ana personale gjithashtu. Pra është kaq e bukur, domethënë si platformë, dhe ju vini për herë të parë në Shqipëri me këtë ide. Uroj shumë që mos ta kopjoj dikush, për kopja ngelet sërish kopje, kështu që ju përgëzoj shumë. Dhe mjeku në aparencën e parë dyshoj që unë mund t'isha e denjë për ta bërë atë punë. Dhe vetëm një gjë që publiku nuk e ka ditur ose pacientët e mi nuk e kanë ditur, se tash pas një fasade fshihet një sakrificë shumë e madhe. Ajo që nuk dinin pacientët e mi, për një kohë të gjatë, unë në të njëjtën apartament kam ndarë klinikën dhe jetesën time. Ka natyrë më të bukur se Shqipëria. Pastaj këtu, ndoshta kjo më bën ta mendoj këtë edhe për faktin që kam ndërtuar një bazë të fortë. Sot kam kënaqësinë të kem në studio doktoresë Ersida Calja, e cila është dhe themeluesja e klinikës dentare Brillant. Ajo është një emër i njohur në stomatologjinë estetike shqiptare dhe ka një reputacion si dentistja e VIP-ave. Puna e saj lidhet shumë me pjesën estetike dhe kujdesin ndaj detajeve. Sot do e kemi të ftuar për të dëgjuar më shumë rreth rrugëtimit të saj, të suksesit dhe njeriut pas profesionit. Doktoresha, përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje, kënaqësi që jam pjesë e këtij podcasti. Të them të vërtetën, e kam ndjekur edhe ju përgëzoj për gjetjen e kësaj ideje kaq brillante. Faleminderit. Në të cilën juve bëni bashkë të gjithë dentistrinë shqiptare dhe i kam ndjekur me shumë vëmendje episodet e shkuara dhe kam kuptuar që janë vërtet histori suksesi frymëzuese. Dhe për më tepër mendoj që ndikojnë tek ata të rinj të cilët ëndërrojnë në një të ardhme të bëhen mjek stomatolog. Janë shumë frymëzuese me të vërtetë. Faleminderit, dhe vlerësoj edhe sipas statistikave kemi parë që kemi goxha student ose dentistë të rinj që na ndjekin, domethënë jo vetëm pjesën e podcasteve, por e shikoj edhe tek shërbimet e tjera që ne ofrojmë, dhe prandaj shikoj me shumë vlerë këtë podcast dhe për të njohur, po them, dentist si ju dhe ata që kanë qenë para jush që na kanë dhënë goxha edhe anën njerëzore. Edhe unë dua shumë, domethënë, që të njohim dhe dentistin pas maskës, megjithse ideja që e kemi quajtur në poltron është që ta ulim mirë ne dentistin në poltron. Shumë ide brillante vërtet. Kam dashur që të vendosim poltron këtu, por nuk ishte ide që mund ta realizoja. T'ju ulnin vërtet në poltron, por ideja është që thjesht t'ju njohim më shumë, të na jepni disa këshilla, po them, të na jepni disa histori pacientësh, disa nga eksperjenca juaj. Çfarë keni mësuar, domethënë, gjithë këto vite? Sa vite keni në dentistri, sa u bën? Që kam klinikën time janë plot 13 vjet. 13. Që kam riskun, po. Kam qenë shumë e re normalisht, 24 vjeçe kur kam hapur klinikën time, por që si eksperiencë kam filluar shumë më herët. E kam filluar në vit të parë të universitetit, kam ndjekur praktik pasi mbaroja studimet, dhe kjo më ka shërbyer
jashtëmase shumë, sepse në të njëjtën kohë unë e prekja nga afër praktikën dhe në të njëjtën kohë lexoja dhe kisha më të qarta, gjithçka e kisha shumë më të qartë dhe më ka ndihmuar Po kjo është shumë e jashtëmase rëndësishme. Domethënë e kemi përmendur dhe në episode tjera që si të thuash, shko puno një herë pa lek në mënyrë në gjuhë popullore. Vërtet ashtu kam punuar, pa pagesë. Sepse të ndihmon vërtet. Kam marrë eksperiencë dhe të cilën më pas domethënë kjo më ka bërë sepse kur thua unë kam marrë për klinikën 24 vjeç, duket shumë herët. Mirë po, duke marrë parasysh vitet e eksperiencës që unë kam punuar pa pagesë normalisht, bëhen shumë në total dhe pastaj ti je gati dhe doktori në të cilin unë kam punuar së fundmi, domethënë përpara se hapja klinikën time, ai më ka shtyr dhe më ka thënë që tani ti vërtet je gati për të hapur klinikën tënde sepse gjithmonë ndjen ato pasiguritë e gjitha. Por unë kam një gjë, edhe sot e kësaj dite që e vë në zbatim, gjithmonë mbaj kontakte me kolegë të cilët janë më të rritur se unë dhe shpeshherë ndaj eksperienca, shpeshherë marr mendime, domethënë dhe të njëjtën gjë e kam bërë edhe në momentin që unë hapa klinikën, duke qenë e re përballë vështirësive që unë hasesha, gjithmonë e konsultoja, nuk është se nxitoja për të marrë një vendim. Dhe këtë gjë ja them edhe të rinjve të cilët sapo kanë nisur rrugtimin, që asnjëherë nuk është kohë e humbur nëse ata shkojnë në një klinik me pagesë apo pa pagesë, kur nuk është një kohë e humbur sepse janë dije që ti merr dhe formohesh. Por ke pasur vështirësi gjatë kësaj rruge, për shembull, pasi e hape klinikën, besoj do kesh pasur ato vështirësitë e fillimit, pastaj mbase nuk e di, vështirësitë e stafit, pjesën që me sa po kërkoja në internet kur po bëja një research për ty, ke marrë dhe një lloj titulli në thonjza dentistja e VIP-ave, më fal. Edhe domethënë rruga që ke kaluar për të shkuar deri në këtë pikë, besoj mund të kesh pasur vështirësitë e tua që të njëjtën gjë, domethënë mund të ndash me dentistët e rinj, kthehemi sërish tek pjesa që ke guxuar, ke pasur vështirësi por ja ke dalë. Patjetër. Sigurisht që kam pas shumë vështirësi dhe ende kam, nuk mund ta them dot këtë. Thjesht rrugtimin dua të them që e kam bërë vetëm, por nuk jam ndier asnjëherë vetëm, që do thotë gjithmonë kam pas mbështetjen e familjes time. Kryesisht babai im më ka nxitur dhe gjithmonë ai ka parë tek unë diçka që ndoshta edhe unë vetja ime nuk e kam parë. Gjithmonë më kanë nxitur për një hap, po, gjithmonë. Dhe gjithë rruga normalisht ka qenë shumë e vështirë sepse unë nuk vi nga Tirana, pra që do thotë nuk kisha as pacientët e mi të parë, si të thuash, më kupton, hapa klinikën, por akoma nuk kisha pacientët e mi të parë. Dhe kam punuar me aq ndershmëri, me aq përkushtim dhe kam një natyrë që kur nuk e shoh orën, momentin që ulem të punoj nuk e shikoj asnjëherë orën. Dhe kjo më ka ndihmuar që të rritem gradualisht, pra unë nuk kam një rritje direkte, rritja ime është shumë graduale dhe unë ndjej të merituar këtë rritje që kam pas. Sa i përket pastaj pjesës tjetër të etiketimit si dentistja e VIP-ave. Po nga doli kjo? Ç'është e vërteta, un kam shumë personazhe të njohur. Dhe mund të them që rrugtimin tim e kam nisur me disa prej tyre. Pra kanë ardhur si pacientët e mi të parë, për shkak të njohjeve që un kisha. Ta sqarojmë për publikun, nuk kanë qenë siç janë influencerat sot, pa kundrejt një pagese. Absolutisht. Kanë qenë domethënë që kanë zgjedhur. Ata më kanë sjellë mua, kanë sjellë punën time. Interesante. Dhe më përpara unë nuk e kisha, domethënë kërkoja të bëja foto, ç'është e vërteta. Edhe kjo gjë më ndihmoi mua që të rrisja punën. Me thënë të vërtetën, ishte fati im që disa personazhe të njohur në atë kohë kanë besuar tek unë. Dhe kjo pastaj, pra reklama më e mirë përveç se ishin këta personazhe, ishin dhe fjalët që këta tregonin nga eksperienca që kishin kaluar në klinikën time. Dhe kështu zgjerua rrethi i pacientëve të cilët ishin personazhe të njohur. Vazhdoj sot e kësaj dite kam shumë personazhe të njohur, por që e kam të vështirë tashmë të kërkoj një foto apo një video, i lej gjithmonë dorë të lirë, nëse ata kanë dëshirë të bëjnë diçka, janë të lirë. Dhe ajo që do thoja, kam shumë personazhe
të njohur të cilët janë imazh i një klinike tjetër, i klinikave të tjera, pra paguhen në klinikat të tjera, dhe vlerësimi më i madh që unë marr është që ata në klinikën time vinë paguajnë për të marrë shërbim nga duart e mia. Dhe kjo është shumë për të vlerësuar. Pse mendon se ndodh kjo? Domethënë, është çështja e besimit. Kanë krijuar besim. Ekstrem shumë. Dhe janë pacientë të cilët janë ndërtuar 13 vjet më përpara dhe është zgjeruar rrethi i tyre dhe e kanë provuar, për shembull, edhe kur kanë bërë që kanë shkuar si pacient për marketing, e kanë bërë diferencën vetë dhe këto janë fjalët që më thonë pacientët personazh VIP. Megjithatë, çfarë dua të them unë është që tek unë të gjithë personat trajtohen si VIP-a. Të gjithë janë të rëndësishëm. Unë nuk di të bëj diferencime. Absolutisht jo. Pse do thuash trajtohen si VIP-a? Për faktin sepse i jepet i njëjti shërbim, i njëjti standard, e njëjta cilësi të gjithë çdo kujt që hap derën dhe hyn brenda klinikës time. Pra të gjithë trajtohen me shumë respekt. Nuk bëj dot diferencime. Por mendoj se mund të ketë ndikuar pak edhe figura jote online, sepse nëse e mban mend që shumë vite më përpara që kur ne kemi qenë një faqe e thjeshtë, do them, Instagrami që kemi nisur me hapat e para, ti ishe një dentiste që bie në sy. Domethënë në botën online ti dhe disa po them kanë qenë me kokra, dentistët që kishin ndërtuar një brand online, kishin ndërtuar një figurë online që postonin vazhdimisht edhe jo vetëm ato fotot apo ato punët e tyre, por edhe imazhin e tyre. Mendon se kjo mund të ketë ndikuar tek pjesa e përzgjedhjes, pra ti ke qenë më ekspozuar dhe normalisht duke të parë kush je, kanë parë dhe ty kush je dhe punët e tua dhe i ka bërë jo vetëm VIP-at, por edhe pacientët që të afrohen drejt teje më shumë. Besoj të ka ndihmuar kjo pjesë. Nuk mund ta mësh, nuk më ka ndihmuar, pa diskutim që po. Madje kur un kam hap adresën time të parë, për sa i përket klinikës, akoma nuk ishte Instagrami. Ka qenë Facebooku, ka qenë një fan page në Facebook. Dhe unë e kam hapur krejt rastësisht, vetëm, domethënë e kam shumë qejf dhe unë në stomatologjinë që është e vërtetë e trajtoj si art. Nuk e trajtoj dot në ato tonalitetet e frikshme, po themi. E shijon? E shijoj ekstrem shumë. Dhe kam hapur fanpage-in tim të parë, në të cilën ekspozoja punimet e mia, do të thënë më shumë kisha qef ja çka kam bërë sot, sepse duke e trajtuar si art, unë e bëj për të përmbushur punën time, dhe çdo ditë më duket sikur bëj një krye vepër, një diçka, edhe ekspozoja. Më pas doli Instagrami, gjithashtu dhe aty kam ekspozuar punët e mia dhe po të shohësh faqen time të Instagramit, unë kam më shumë postime se sa ndjekës, pra kam mbi 10.000 postime, që janë të gjitha reale, unë asnjëherë nuk marr foto, domethënë interneti, që t'i ekspozoj, sepse kam aq shumë punime të mia sa mund t'i ekspozoj. Dhe këtë më shumë e shikoj si një mënyrë prezantimi të klinikës Brillant, të punëve të mia, për ata të cilët ende nuk kanë ardhur dhe ta shohin nga afër. Pra është një dritare, një kartolinë që ata mund ta shohin para se të vinë, nëse kjo i bind apo jo ideja për të ardhur. Po, e kuptoj, po besoj se mund të jetë dhe më shumë se kaq. Ja kam parë frytet. Pikërisht, prandaj unë dua të qëndroj pak këtu, sepse shumë dentistë qëndrojnë si të thuash në punën e tyre, qëndrojnë dhe pak mbyllur dhe nuk e din shumë mirë çfarë bëhet në botën online. Zakonisht kanë të punësuar, por unë mendoj që çdo dentist duhet të jetë pak i përfshirë, sepse po i detyron pak koha. Po, e vërtet është. Po i detyron koha që të dalin dhe jo të gjithë të kërcejnë me ato trendet e TikTokut siç janë, por ideja është duhet të dalin, duhet të flasin. Domethënë, nëse unë të prezantoj veten. Po, ose sigurisht dhe të japin këshilla dhe mund të bëjnë një video në kirurgji ose në estetik duke punuar në një trajtim, sepse pacientët tani janë pak më të vëmendshëm, janë pak më selektues. E vërtet. Dhe shikojnë dhe ato detajet, shikojnë atë vibe-in që t'i jep dentisti, shikojnë është kjo pjesa e stresit, ankthit, dhe shumica e kanë dhe shikojnë atë dentistin si do ndihem unë këtu, që pa shkuar dhe mos duket çudi që kanë atë intuitën e tyre që të përzjedhin para se të vinë në klinikë. Po, vërtet. Dhe kjo pjesa online ndikon shumë te kjo. Prandaj unë mendoj që çdo dentist duhet jetë pjesë e po them brandit të klinikës, si figurë. Po. Domethënë duhet të dalë, duhet të flasë, duhet të ketë një foto, duhet të ketë një trajtim, duhet të jetë
i ekspozuar diku për shërbimet që bën, eksperiencën e tij, formimin e tij profesional, gjithçka, sepse janë kohërat që sot çdo njeri bën research para se të bëjë diçka. Është bërë si diçka e pranuar, domethënë që marketingu është zemra e çdo biznesi. Edhe ç'është e vërteta, Arber, unë e kam ndier shumë këtë që sapo thatë, domethënë për ata pacientë të cilët kanë ardhur nga rrjetet sociale, edhe vetë pacientët më kanë thënë që kemi ardhur tek ty si fillim sepse na jep atë dukesh e buzëqeshur. Edhe pasi kanë ardhur për konsult tek unë, sepse fillimisht mund vinë me një lloj skepticizmi, le të themi, sepse ndonjëherë mund të jetë jo reale ajo që ekspozohet në rrjetet sociale, dhe kur vinë dhe më takojnë nga afër, shohin qetësinë, shohin sa e qeshur me pacientët, edhe kur bëjnë biseda me rrethin e tyre familjar, pra gjithë bisedat që mi thonë pacientët e mi, që vinë për herë të parë, pastaj rivinë, janë që kur i pyesin vërtet ashtu është e qeshur si në rrjetet sociale, po themi, domethënë kjo është. Mund të jenë rastet që thjesht e konfirmojnë atë që kanë vërtet krijuar. Dhe me qëra fjalët tek pacientët, ke pasur një pacient që të ka ngelur në mendje, po them për mirë, pra që ke thënë që kjo është arsyeja pse unë e bëj këtë punë. Pra ke pasur nga këto raste ku ai pacienti ndryshon vërtet, domethënë nga fizionomia, nga estetika, nga vetbesimi, nga gjë. Shumë e vërtet. Pafundësisht, por do të veçoja një rast. Ishte një vajzë e re, nënë e 3 fëmijëve, po e re në moshë, e divorcuar dhe pa mundësi ekonomike. Dhe vjen në klinikë normalisht me një buxhet shumë minimal. Pra buxheti që ajo ishte sa për të bërë 2 dhëmb, ndërkohë në të vërtetë kishte nevojë për rehabilitim total. Dhe unë ndjeva aq keq sa nuk mund të përmbushja dot atë çfarë dëshironte, dhe çfarë bëra, e ktheva në një formë bamirësie. Komunikova me laboratorin tim, edhe e shtrova si bisedë, pata dhe aprovimin e tij, gjë që dua ta falenderoj, dhe ne arritëm që t'i rikthejmë buzëqeshjen, t'i bëjmë një rehabilitim total, dhe gjëja më e bukur pastaj ka qenë që ajo qante lot gëzimi, domethënë falënderime pafund, lot gëzimi, dhe kjo është një nga arsyet që unë them, domethënë kur shikoj pacientët, dhe kjo nuk është hera e parë që shaj pacientët, ata, domethënë pafundësisht ka pacientë të cilët kur shohin rezultatin final, e ikin lotët papritur, dhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe, dhe thua ja vlen që e bëj këtë punë. Përgëzoj sepse është një ndër gjërat që edhe rrallë po bëhet sot, por që vlen vërtet. Buzëqeshja është, domethënë, ajo tregon atë impaktin e parë atë shpirtin e njeriut, po them, mund të jenë syt, po mbase pas syve vjen buzëqeshja. Edhe në këtë vajzë, domethënë dua të them këtë që arrita të rikthej vetbesimin, sepse ajo kur qeshte gjithmonë mbante dorën përpara. Dhe arrita të kthej vetbesimin, dhe kjo është gjëja më e bukur, ti kthesh vetbesimin një vajze të re, jam ndier shumë e lumtur realisht. E di, kjo është një ndër pikat ku ju dentistët e ndjeni vërtet atë punën tuaj, se e kam kuptuar dhe vetë. Nëse do kthej tek dita jote e parë si dentiste, që kur hape klinikën mbase, po them, ose edhe që kur ke nisur shkollën, çfarë do bëje dhe çfarë nuk do bëje ndryshe? Shkurtimisht disa gjëra që çfarë do bëje ndryshe për... Unë them nuk do bëj asgjë ndryshe. Asgjë. Domethënë çdo gjë e kam bërë me intuit, edhe në çdo punë time kam dhënë një pjesë të shpirtit tim, kështu e quaj unë. Dhe domethënë sa do i vështirë ka qenë rrugtimi im, sa do sfidues ka qenë, kur kthej kokën pas, them sa guxim kam pas në atë moshë, dhe nuk do bëja asnjë gjë ndryshe. Po të kisha bërë një gjë ndryshe, nuk do isha ndoshta këtu ku jam sot, gjithçka do të ishte ndryshe, kështu që absolutisht asgjë. Domethënë ajo këshill që unë dua të jap edhe për të rinj të cilët janë hapat e tyre të para është që të punojnë me ndershmëri maksimale, të punojnë me cilësi, të mos shohin kohën, të mos shohin vetëm lekun, nuk është kjo. Nëse është ndjeshmëria, nëse ti e bën me korrektësi punën tënde, patjetër që do të kesh një rrugë të suksesshme. Dhe unë mendoj që nuk do ndryshoja absolutisht asnjë gjë.
Sepse kam dhënë, domethënë e kam bërë çdo gjë me zemër, çdo gjë duke dhënë gjithmonë maksimumin tim. Dhe çdo ditë e kam parë si vetë përmirësim. Dhe kam një natyrë që nuk e krahasoj kurrë veten me dikë tjetër që të bëj krahasime, apo ta shoh si konkurrencë. Unë konkurrencën e kam vetëm me veten time, që çdo ditë të bëhem më mirë se sa kam qenë nga ana profesionale dhe nga ana personale gjithashtu. Dhe njerëzit që kanë zhvillimin më të madh profesional janë ata që luftën e kanë me veten. Këtë e ka treguar historia, e ka treguar koha dhe kështu besoj do jetë gjithmonë. Dhe me që jemi pak te historia, në thonë sa, mendoj se ju dentistët jeni pak stoik, pra jeni pak të vetmuar dhe e mbani pak atë luftën tuaj brenda jush në kuptimin edhe si profesion, është një lloj profesioni pak i vetmuar, sepse ke të bësh vetëm, si të thuash, ulur aty dhe vetëm me një pacient. Unë mendoj. Në kuptimin pak mbyllur në klinikë. Të kuptoj shumë drejt. Por si e kam ushqyer unë veten, sepse çdo gjë është personale, mendoj. Dhe unë e kam ushqyer veten që ky nuk është një profesion që më izolon mua, sepse unë jam një natyrë që nuk rri dot pa bërë diçka. Edhe ta shoh veten brenda një ambienti 4 mureve, po themi, duke punuar me një fokus shumë të madh. Është gjithmonë kjo. Unë e dashuroj këtë profesion edhe e shikoj me një sy tjetër. E shikoj si një derë të hapur ku mikpriten çdo ditë pacient, të cilët unë i quaj pjesë të familjes së madhe të Brillantit. Dhe vin pacient jo vetëm të një grup moshe, pra vin fëmijë, vin të rritur, vin moshat e treta, pra i ka të gjitha ngjyrat. Dhe unë nuk jam ajo dentistja tipike që direkte ul pacientin dhe të mbarë të qëndrimit tim. Unë po nuk dola vetë të prezantoj me pacientin, ta mikpres pacientin, pa çka se mund ta mikpresi stafi im, unë duhet jam vetë, më kupton? Dhe mundohem t'i jap ngjyra dhe është një profesion i cili çdo ditë është e ndryshme nga tjetra, çdo tipologji pacienti është i ndryshëm nga tjetri. Mirë po, ka ana e vetmisë që dua të ndal dhe këtu, ka disa ku e ndjej unë vetmin. E ndjej peshën e vendimarrjeve, që janë shumë të rëndësishme, pra që këtu jam vetëm dhe duhet ta marr vetëm vendimin. Gjithashtu mund të ndihem në momente, sepse stomatologjia nuk është vetëm e bukur, ka edhe momente që jo kritike për jetën, por do të them emergjenca gjatë një procesi kirurgjikal e tjerë, që ti në sekonda duhet i japësh një zgjidhje. Pra zgjidhja duhet jetë shumë e shpejtë. Ti prap këtu gjendesh veten, po vetëm në këtë këndvështrim e shikoj si një profesion të mbyllur. Në pjesën tjetër e shikoj si një profesion me shumë ngjyra. E shikoj shumë të bukur. Te profesioni, njeriu para profesionit apo profesionisti para njeriu? Pa diskutim, njeriu para profesionit. S'mund të jesh një profesionist i mirë, po? Për shembull, shpesh thonë që mjeku duhet të jetë profesionist përpara se të jetë njeri në thonjza, për të pasur atë ftohtësinë, po themi. Ftohtësinë për të mos u përfshirë në gjendjen në rastin e mjekëve, po them doktorëve, në rastin e dentistit nuk e di si vlen kjo, ose për shembull ju dentistët përfshiheni emocionalisht me pacientët në lloj mënyre. Patjetër që përfshihesh. Është e pamundur që. Ne jemi në të njëjtën kohë bëjmë edhe rolin e psikologut, po themi. Por pse veçoj dhe vendos njeriu para profesionistit? Që të jesh një profesionist i mirë, mendoj që duhet të kesh disa elemente. Dhe elementi kryesor është në radhë të parë të jesh një njeri i mirë, të jesh një njeri i ndershëm dhe të jesh një njeri empatik. Pra, mos ta shohësh vetëm si punë. Ti, për shembull, si është tek ne stomatologët. Mua kur më vjen një pacient, mund të më vijë shumë i ndrojtur, po themi, për shkak të situatës sa agravuar që mund të ketë në gojën e tij. Dhe unë përpiqem gjithmonë ta bëj që të ndihet sa më komod, të mos ndihet i turpëruar, sepse faktorët mund të jenë të ndryshëm. Mund të jetë aspekti, mund të jetë një frikë, një traumë e fëmijërisë dhe e ka çuar deri në këtë pikë. Dhe së dyti, çka është më e rëndësishme, mund të jetë aspekti ekonomik. Dhe unë nuk mund ta vë në pozita të vështira një pacient pse ka përfunduar në atë gjendje, për shkak se ai ose ajo nuk ka pasur mundësi ekonomike. Pra këtu hyn dhe pak empatia, le themi. Dhe mundohem në bazë të buxhetit që ka pacienti gjithmonë të jap një zgjidhje. Kjo është e rëndësishme. Pra ne nuk mund të arrijmë dot me një buxhet minimal të pacientit, ai do një përmirësim të buzëqeshjes së tij. Pra kemi shkallë të ndryshme për të arritur rezultatin.
Pra mund ta ndërtoni Pa e vënë planin në e siklete. trajtimit bazuar pak në buxhetin e pacientit. Patjetër. Do doja të di edhe çfarë u jep forcë të vazhdoni përpara, për shembull në punë, në jetë, në përditshmëri. Tani është vajza. Pa diskutim që është vajza, është motivi im përse unë zgjohem në mëngjes, përse unë punoj për të ndërtuar një model në radhë të parë tek vajza ime, që ajo shikon sikurse ka ndërtuar prindrit e mi një model në sytë e mi, por dua ta lidhe me historinë time të fillimit të gjithë këtë. Unë kam ardhur në Tiranë diku te 19 vjet më përpara dhe kam ardhur si studente. Vi nga një fshat i Elbasanit. Momentin që mbaroi studimet, ishte vendimarrja shumë e rëndësishme nëse unë do kthehesha në vendlinjen time apo unë do qëndroja në Tiranë. Dhe unë nuk e shihja veten të rikthehesha më pas. Dhe duke qenë dhe nga një fshat, por mentaliteti që kanë prindrit e mi, vizioni që ka në veçanti babi im, është për të admiruar. Dhe në momentin që unë kam marrë aprovimin e tij për të qëndruar në Tiranë, nga ajo ditë dhe deri tani që flasim, çdo gjë e kam bërë vetëm për t'i treguar babit tim që vendimi jot ka qenë i drejtë. Çdo gjë e kam bërë që t'i tregoj që ja vleti e gjitha kjo dhe ta bëj krenare. Dhe mendoj që deri diku e kam bërë. Mendon se vajza juaj ju shikon si shembull, do ju shikoj po njësoj edhe një pyetje tjetër, do ja impononit disi dentistrin apo mendon se do zgjidha rrugën e saj? Absolutisht jo. Sidomos dentistria është një profesion që nuk mund të imponohet dot, o e do ose nuk e do. Kështu që vajza ime do të rritet e lirë, sikur jam. Po, unë nuk vi nga një familje në cilën e kemi të trashëguar. Mund të nis prej. Po, unë do ta ndërtoj deri sa unë të kem frymën time, domethënë do ta ndërtoj për të pasur vijshmëri. Po nëse vajza ime nuk do ta dëshiroj këtë profesion, absolutisht që nuk do t'ja imponoj, sepse unë jam rritur, kur unë në këtë brez, jam rritur kaq e lirë, edhe baba im dhe mamaja ime më kanë lënë shumë të lirë në rrugën e jetës time. Si mund t'ja imponoj një vajzë e rritur kaq e lirë, si mund t'ja imponoj vajzës time? Nëse ajo ka dëshirën ta vazhdoj këtë traditë familjare, ta vazhdoj, patjetër, dhe do të ketë mbështetjen time absolute. Nëse ajo do zgjedh diçka tjetër, sigurisht prapë do të ketë mbështetjen time absolute bashkë të babait të saj. Po pjesën e kohës, si e menaxhoni midis punës dhe familjes, sepse ka shumë, po them, ka shumë femra që kanë të vështirë pjesën e karrierës, sidomos edhe pas lindjes, me sa kam parë nga histori personale që ju bëhet pak më e vështirë, sepse normalisht ndahesh në dy pjesë, me sa kuptoj. Si e gjen atë kohën e dur për ti, besoj e ke në një moshë pak më të rritur, por besoj në fillim si ka qenë kur ka qenë nga pjesa e fëmijërisë ose kur ka pasur shumë nevojë për ty? Unë jam një natyrë shumë e vetë disiplinuar. Koha për mua është e shenjtë, aq më tepër tani që jam bërë dhe nën. Zgjimi im është herët, edhe fitja ime është vonë. Pra unë kompensoj, domethënë, për të bërë gjithçka që unë dua, në orën 6:30-7 unë jam e zgjuar çdo ditë, sado e lodhshme të ketë qenë një ditë më përpara. Dhe për të fjetur fillon nga ora 2 e mëngjesit. Pra sepse dua t'i bëj të gjitha ato gjëra që unë dua t'i bëj, dhe ndonjëherë më duket sikur 24 orë janë shumë pak për mua. Dhe dita menaxhoj shumë mirë kohën, të krijoj balancat. Gjatë kohës që jam në punë, dhe ditë ndaj gjërat me veten time. Kur unë jam në punë, unë jam 100% e fokusuar tek puna dhe tek pacienti. Në momentin që unë lë punën, jam 100% e fokusuar tek vajza ime, tek familja ime e vogël. Dhe mundohem, domethënë çfarë kam lënë pas pa bër, në thonjza qefet, një dalje që ndoshta nuk është aq e nevojshme sa koha që kaloj me vajzën time. Për mua koha tashmë është shumë e shenjtë, sidomos tani që jam bërë dhe nën. Dhe një gjë tjetër, domethënë, sepse mendoj si një kohë jo shumë gjatë të vazhdueshme me këtë ritme, sepse normalisht janë ritme që për mua janë ngarkesa shumë të mëdha, por e mendoj si një kohë të shkurtër.
gjithë sakrificë që jam duke bërë dhe këtë organizim kohë që jam duke bërë. Pra disiplina është shumë e rëndësishme. Disiplina është shumë e rëndësishme. Po për mua. Nuk mendon që është një lodhje madhe nga ora 6, po them deri në orën 2 të natës. Nuk mendon që është një ditë shumë e gjatë, një lodhje shumë e madhe. Domethënë, kështu jam ndërtuar. Kështu ka qenë gjithmonë apo e ke ndërtuar pasi je bër mami? Kështu ka qenë gjithmonë, por ka qenë në këndvështrimin tjetër që unë harroja t'ikja nga puna. Domethënë punoja me orë të tezë gjatura. Pas nuk i kam llogaritur të njerëz sepse ka dhe ndonjë zgjim vajza natën, jam shumë natyrë energjike, të them të vërtetën. Edhe nuk më lodh ky stil jete, unë e dua dhe e bëj, sepse justifikimin e kam. Ideja që kam një fëmijë dhe mund ta marr ritmin më ngadalë, por më pëlqen, më shijon kjo lloj mënyre jetese. Mua nuk më mjafton 24 orë, që është e vërteta. Me gjithë gjërat që unë bëj dhe që dua të bëj. Të pëlqen jeta dinamike, domethënë. Shumë. Nuk di, unë s'di çfarë do të thotë të jetoj në ujëra të qeta. Nuk kam jetuar asnjëherë në ujëra të qeta. Basa më fal. Kjo tregon dhe pjesën kur që ju si jeni rritur kaq shumë, domethënë basa e keni sfiduar veten aq shumë dhe keni qenë aq e disiplinuar sa keni arritur të dilni. Asgjë nuk vjen rastësisht Arber. Dhe unë nuk kam bërë këtë, unë e bëj për, kjo rritja ka ardhur si pjesë e dytë. Unë nuk e kam bërë këtë për të rritur me hapa aq të shpejta, thjesht kështu e ndjej unë. Ky është stili im i jetesës, kjo është përmbushja ime shpirtërore. Unë punën e dashuroj. Mua nuk më duket sikur shkoj në punë. Po? Është një dentistria estetike, ishte një përllogaritje apo pasion? Po dal prapë, për i them prapë më pas, çfarë do të thotë. Unë kam një talent të lindur që është piktura. Okay. Dhe duke qenë se nuk e zhvillova më tej këtë talent, e kam për shefin tim. Unë në dentistri, pjesën estetike e bëj sikur bëj domethënë e shoh sikur jam duke bërë një vepër arti. Dhe ndaj unë e gjej veten kaq komode në këtë profesion. Ndihem, domethënë unë nuk ndihem sikur punoj. Unë ndihem aq e lumtur kur punoj, sa është, nuk e di, domethënë vërtet kam një lumturi shumë të madhe kur shkoj në punë. Dhe kur punoj me pacientin dhe jam kaq e dhëm pas detajeve, kur e bëj ato mbushjen me ato penelat, domethënë sikur jam duke bërë një vepër arti, kështu e kam trajtuar gjithmonë. Kjo është vetëm mënyrë që të mos shkosh asnjë ditë në punë, pra ta shijosh atë që e duhet. E shijoj realisht. Do hyja pak te kjo pjesa e një media dentare, siç jemi ne. Ti ke qenë gjithmonë në marketing dhe ke qenë gjithmonë online. Si e shikon tani këtë pjesën e ndërtimit të një media dentare? Pra ne jemi duke ndërtuar një ekosistem ku të marrin pjesë të gjithë profesionistët e fushës, duke nisur nga klinikat, dentistët, laboratorët, depo dentare, akademit, edhe akademikët, pra të gjithë të mund të gjejnë shërbimin e tyre në këtë ekosistem. Dhe jemi duke i dhënë më shumë zë dentistrisë, jemi duke i dhënë më shumë figurë, dhe qëllimi jonë është që të tregojmë fytyrën e vërtet, sepse dentistria po rritet shumë. Dhe duke qenë se ritmet janë shumë të shpejta dhe dinamike, duhet edhe kapur dhe duhet treguar kjo gjë. Jo shumë njerëz e dinë që tani nëpër klinika dentare ka pajisje dhe teknologji shumë të avancuar, dentistë shumë eksperiencë. Pra jo të gjithë e shohin. Si e shohun këtë? Prandaj dhe të përgëzoj dhe komplimentoj vërtet shumë për këtë ide kaq fantastike. E shikoj si një bashkëveprim, si një prezantim, ku janë duke u prezantuar mjek të ndryshëm stomatolog, pas tyre emrat e brendeve që ata kanë krijuar, pra emrat e klinikave, se nganjëherë dihet emri i klinikës, por nuk dihet kush e ka. Gjithashtu janë duke u ekspozuar laboratorë të ndryshëm, depo dentare, dhe unë e shikoj si një marrëdhënie bashkëpunimi. Pra, që do thotë, klinika të ndryshme duke ekspozuar laboratorë të ndryshëm, mund të kenë një dritare që ata të shohin dhe ndoshta të lind një bashkëpunim i ri, pra lindin këto bashkëpunimet. Gjithashtu do ta shikoj edhe në një sy tjetër që do thotë, jo vetëm që na shërben neve të fushës së dentistrisë, për bashkëpunimet tona
që të jenë më të frytshme punët tona, por e mendoj edhe në një aspekt tjetër që është një ndihmës shumë e madhe për të gjithë ata pacientë të cilët ende nuk e kanë krijuar besimin në ndonjë klinikë. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë ku kanë mundësi të shohin mjek të ndryshëm në bazë të personalitetit që ka secili mjek, në bazë të ndjesisë që jep secili mjek, ata kanë më të lehtë për të marrë vendimarrje se cili mund të jetë mjeku i tyre i arshëm. Pra është kaq e bukur, domethënë si platformë dhe ju vini për herë të parë në Shqipëri me këtë ide, uroj shumë që mos ta kopjoj dikush, por kopja ngelet sërish kopje, kështu që ju përgëzoj shumë. Faleminderit. Tashmë u bën mbi 10 vjet dhe tregu e ka parë, domethënë. Unë e kam ndjer gjithmonë mbështetjen tuaj dhe nuk e kam ditur kush fshihet mbas kësaj faqe. Gjithmonë, domethënë, jam ndjer e surprizuar dhe shumë e mbështetur nga ju, që gjithmonë keni kapur ndonjë detaj, diçka dhe e keni ekspozuar. Dhe vërtet jam ndjer shumë falenderuese dhe të falenderoj sërish. Edhe për këtë ftesë ju falenderoj shumë, sepse ç'është e vërteta e kam ndjekur çdo episod dhe kam arritur të njoh më në thellësi kolegët, që disa prej tyre janë mikeshat e mia. Dhe e shikoj me vërtet shumë të bukur. Shumë faleminderit, dhe vlerësoj shumë çdo gjë. Dhe përmende pak fjalën kolege dhe do doja të pyesja, nëse do shikoja një kolege të re që sapo fillon, çfarë gabimi ti e di që ajo do bëj, por nuk e ndalon dot? Sepse edhe mund t'i duhet ta bëj atë gabim. Çfarë ndodh? Kur janë të rinj, se na ka ndodhur edhe neve. Ideja është që kur ti shikon punën që është duke e bërë dikush tjetër, të duket kaq e thjeshtë. Kur ti e bën vetë pastaj, hasesh me vështirësi. Dhe doja t'i thoja të gjithë atyre që janë të rinj, të bëjnë shumë kujdes. Pra atë që përmenda edhe pak më përpara, të mos joshen vetëm nga pagesa, të jenë të sigurt, më mirë të marrin më pak punë që janë të aftë ta bëjnë, sesa të marrin punë të cilat në thonjsa mund të dëmtojnë pacientin. Dhe të mos jenë shumë euforik për t'i arritur hapat shumë të shpejta. Të punojnë sigurt, të punojnë me ndershmëri, të punojnë me përkushtim maksimal, me cilësi maksimale në mënyrë që, sepse nëse janë të gjitha këto bashk, pa diskutim, suksesi do vi. Por mos pretendojnë sukses të shpejt. Dhe ajo që do thoja është, domethënë, të frymësohen nga historitë e kolegëve të tyre. Por jo ta imitojnë, se nga njerë duan ta kopjojnë, por rruga gjithë secilit për nesh është kaq e ndryshme, rrethanat në cilat jemi qëndur është kaq e ndryshme. Unë do t'jepja vetëm një këshill që të punojnë për t'u vetë përmirësuar çdo ditë edhe më tepër nga ana profesionale. Pra ngadalë dhe sigurt. Ngadalë dhe sigurt. Po dentistria ka një fund? Unë mendoj, po. Që ka një maj që ja arrini dhe thua arrita ja dola, apo është një rrugtim? Unë e shikoj me nivele. Me thënë, nuk e shikoj, mua më duket sikur nuk ka një fund. Perfeksioni nuk ka një fund. Aq më tepër në mjekësi, në stomatologji, por e shikoj me nivele. Kur ti arrin një nivel, hapi i parë njëherë është të hapësh një klinikë, është një arritje shumë e madhe. Pastaj të arrish një numër të caktuar pacientëve është një arritje shumë e madhe. Pastaj ti do të mësosh një teknikë të re, prapë është një arritje e madhe, do të bësh një specializim, pastaj do të bësh një specializim tjetër, ti do të përmbushësh veten sepse stomatologjia është shumë e gjerë dhe aq më tepër këtu në Shqipëri funksionon në mënyrë që një stomatolog është detyruar për shkak se ta detyron tregu që të marrë punë nga më të ndryshmet. Jashtë për shembull është më e thjeshtë, një mjek është vetëm kirurg dhe nuk prek asgjë tjetër. Është vetëm ortodont dhe nuk prek asgjë tjetër. Ndërsa këtu në Shqipëri unë mendoj që nuk ka një fund. All in one. Gjithmonë duhet jemi në kërkim të perfeksionit, pastaj gjithmonë dalin pajisje të reja, të cilat janë inovative dhe ne duhet të azhurnohemi për të ofruar shërbime inovative, duhet të mësojmë teknikat e reja, materialet e reja, kështu që unë mendoj që nuk do ketë asnjëherë fund, mendoj unë. Po trajnimet janë shumë të domosdoshme apo? Pa diskutim. Parë që ke ndjekur edhe disa. Jo disa arbër, por unë me shaka e them që kam investuar aq shumë në trajnime sa mund të kisha bler një shtëpi.
Por kjo është performimin tim profesional. Edhe një këshill që unë do t'ja jepja të rinjve është të mos vetë kënaqur me aq sa kanë arritur të mësojnë në shkollë. Ajo është baza. Pastaj do ketë trajnime nga më të ndryshme. Nëse ti do të bëhesh dikush normalisht, trajnimet për mua janë jashtë mase të rëndësishme, specializimet janë jashtë mase të rëndësishme, sepse vërtet të japin atë ajkën, do me thënë janë studime të përmbledhura, eksperienca e mjekëve MNZ, dhe ta japin ty informacionin të përmbledhur, kështu që jam shumë pro e trajnimeve. Mendoj që investimi që ke bërë vlen më shumë se një shtëpi, megjithëse çmimet në Tiranë kanë shkuar stratosferë. Pastaj investimi që ti ke bërë do të kthehet mbrapsht. Ta blenë shtëpinë. Investimit e vetja gjithmonë investimi më i mirë. Unë kështu e shikoj, pastaj është çështje e këndvështrimi. Jam kurios nëse nuk do ishe dentiste. Çfarë profesioni apo çfarë rrugë do zgjidhje? Mbase modele? Jo, do të them diçka tjetër. Të paktën kjo që më ka lindur viteve të fundit, duke qenë se jeta më ka detyruar në rrethanat e mia. Unë shpesh e shikoj të qenurit stomatologe, tani kam filluar ta shikoj sikur jam e vogël. Që do të thotë, do doja të kisha një mision akoma dhe më të madh. Gjithmonë në funksion të ndihmës që mund t'i jepje njerëzve të cilët përballen me spitalet. Pra, ajo që unë do doja, nëse do kthehesha pas dhe do më vije në një zgjedhje, do zgjidhja të isha një mjeke që është direkt në front në vit të parë për shpëtimin e jetës së pacientëve. Kjo është ajo, domethënë, që do të më përmbushte mua më tepër se sa modeli as ç'bëhet fjalë, domethënë. Kjo do të më përmbushte shumë më tepër. Prandaj them që e gjej veten kështu pak si të vogël tani, sikur unë nuk po jap dot mjaftueshëm me atë që un kam brenda. Me thënë ndjesinë që kam të humanitetit, më duket sikur nuk po jap aq mjaftueshëm, pa çka se çdo ditë përpiqem dhe me rezultatet kam treguar që bëj njerëz të lumtur, por do doja të isha në vit të parë për të shpëtuar jetë. Kështu e shikoj. Them se me njeriu në një pikë të jetës së tij e kupton që duhet të bëj më shumë se vetja dhe se puna e tij. Mendoj që të gjithë vim në një moment në këtë pikë dhe personalisht edhe unë e kam menduar edhe unë kam disa mira ndjekës në profilin tim personal dhe shpesh e mendoj ta kthej në një faqe filantropike, pra që të ndihmojmë të tjerët, edhe ky kërkimi për një përmbushje po them apo për një qëllim përtej vetes, përtej punës, vazhdon gjithmonë tek njeriu dhe mendoj se mund ta gjejmë vetëm kur ne japim. Pra jo kur ne marrim, sepse unë nuk di si të reagoj kur marr, vetëm kur jap kënaqem. Thonë është një shprehje që kur merr kënaqet egoja në thonjza dhe kur jep kënaqet shpirti. Dhe unë jap shumë, këtë natyrë kam. Okej. Doja të dija pak dhe në rastin a ka vështirësi më shumë për femrat në dentistri në Shqipëri, më shumë se meshkujt apo është pak a shumë e njëjta gjë? Në fillimet e tua ose mbase ke pasur më shumë vështirësi? Thjesht është paragjykimi, Arber. Për shembull, unë e kam ndier shumë. Që do të thotë kur unë shkoja. Pse ekziston kjo gjë? Sepse nuk e di. Kur kam pasur edhe dentiste të tjera që ja u kanë bërë këtë pyetje dhe më kanë dhënë një përgjigje që ka pasur vështirësi disi. Unë jam ekziston kjo në Shqipëri, domethënë? Nga eksperienca ime, jam ndier e paragjykuar. Kur trokisja në dyert të ndryshme, pra në momentin që unë doja të qëndroja në Tiranë, doja të qëndroja që të kisha një punë. Dhe kur unë trokisja, ndoshta ishte kjo aparenca, që në ti mbahesh edhe vishesh edhe ti nuk je serioze në punë, ndoshta është ky mentaliteti i krijuar. Dhe kam trokitur në shumë dyert dhe shumë dyert më janë mbyll. Dhe së fundmi kur unë gjeta punën time të fundit, mjeku, unë shkova atje me referencë, dhe mjeku në aparencën e parë dyshoj që unë mund t'isha e denjë për ta bërë atë punë. Dhe në vend që të filloja më një herë punë, unë duhet kaloja një fazë prove 2 javore. Dhe në momentin që unë punova atje shumë gjatë, diku te disa vite domethënë, më pas më thotë që të kam paragjykuar në fillim dhe pastaj është surprizuar nga përullësia ime ndaj punës.
Dhe e vetmja vështirësi, unë e shoh si barazi në fakt, e vetmja vështirësi është që neve vajza, domethënë, përveç se kemi karrierën, duhet të ruajmë balancat për mirëqenien e gjithë familjes, kur bëhemi nëna duhet kujdesemi edhe për fëmijën. Pra, është thjesht ngarkohen barra, por një që do ta bëj e gjen kohën dhe mundësinë mendoj. E bukur. Por megjithatë jeni sërish gjithmonë shumë e kuruar. Domethënë imazhi është shumë i rëndësishëm për ju, edhe imazhi online, edhe me sa kam parë në disa intervista të tjera, në mos gaboj, në një intervistë që ke qenë në klinikë dhe ke qenë duke ekspozuar disa nga veshjet e tua, duket me Arionin, ka qenë një intervistë. Po, vërtet me Arionin. Edhe si funksionon kjo gjë, domethënë mundohesh që si të thuash të kesh një balancë midis kurimit të imazhit tënd dhe pjesës që ty të pëlqen, për shembull siç thua arti, mund të pëlqen edhe pjesa e veshjes, domethënë e përfshin në këtë gjë apo është një pasion? E quaj vetë respekt. Edhe unë respektoj veten time. Edhe hedhja e një parfumi, unë nuk është se e bëj për tjerë, e bëj për veten time. Vetë respekti nuk është se unë kurohem vetëm kur jam e ekspozuar diku. Mundohem të trajtoj veten time, nëse nuk e trajtoj me respekt, nuk pres të më trajtoj dikush tjetër me respekt. Thjesht është një përmbushje e imja, edhe në shtëpi për shembull, po themi rrobat e shtëpisë mundojmë të zgjedh të bukura, nuk është të më shoj dikush, por është vetë ajo kënaqësia. Edhe ka të bëjë me atë pjesën e artit, me atë pjesën e të bukurës, mendoj. Kështu e shikoj. Domethënë e shoh në radhë të parë vetë respekt. Edhe unë ashtu e shikoj në fakt, sepse edhe e njëjta gjë ndodh dhe me mua që gjithë jetën e kam pasur këtë të kurimit të imazhit dhe nuk është se e kam bërë për njerëzit e tjerë apo nuk e kam bërë, e bëj për veten time, ndiem rada ashtu dhe është okay. Ke pasur ndonjë ditë kur nuk e dashur të shkosh në punë, si thuash, lidhet ndonjëherë me moodin për ditëshmëria e punës apo vazhdojmë te disiplina? Është njerëzore edhe kjo pjesë. Edhe unë kam në sëmundjeve për shembull thjesht ç'është. Po, unë kam punën, e kam shumë të lidhur me gjendjen time shpirtërore. Edhe ç'a bëj në mëngjes, thjesht për një kurreshtje. Si fillim riorganizoj ambientin e punës, aromë të mirë, muzikë të qetë, filloj marr një atë energjinë për vete. Edhe këtë energji pastaj e transmetoj te pacientët. Dhe ka pasur ditë në të cilat nuk jam gjendur në atë motivimin tim për të bërë një punë të bukur, sa nuk e quaj vetëm punë, unë e quaj edhe të bukur, që të jap maksimumin tim. Dhe ka pasur raste në të cilat unë e kam preferuar dhe të anulloj pacientin. Ta anullosh? Ta anulloj. Nëse unë nuk jam e gatshme të jap maksimumin tim, e kam më mirë ta anulloj, që ndodh shumë rrallë, sepse unë çdo ditë thuaj se jam shumë e motivuar për atë që më pret, domethënë sepse e organizoj, kam objektivat e mia, nuk është se nis dita ime turbullt, unë kam çdo gjë të qartë, por kur nuk ndjehem në atë gjendjen time emocionale të mirë, unë përpiqem nëse është diçka që mund ta menaxhoj, përpiqem ta kaloj në një moment të dytë që unë të bëj më të mirën për atë pacient. Ka ndonjë gjë që nga këto gjërat që bën në studio, ka ndonjë gjë që do vdisje nëse publiku do e merrte vesh që ke një rutinë ndonjë diçka ndonjë vesh? Jo. Them se jo. Se unë jam natyrë shumë, jam shumë natyrë e hapur edhe nuk mendoj që kam ndonjë gjë për të fshehur, domethënë jam shumë transparente. Vetëm një gjë që publiku nuk e ka ditur ose pacientët e mi nuk e kanë ditur, se tash pas një fasade fshihet një sakrificë shumë e madhe. Ajo që nuk dinin pacientët e mi, për një kohë të gjatë, unë në të njëjtën apartament kam ndarë klinikën dhe jetesën time. Dhe këtë që nuk e dinin për shembull. Tek e njëjta klinikë që tek e njëjti ambient, duke qenë se unë doja të kurseja para që të blija shtëpinë time, kam sakrifikuar në këtë mënyrë. Edhe këtë që nuk e dini domethënë. Dhe isha kaq gjatë në punë, sa erdhi një moment pastaj filloi të bëhesh e mbytse, sepse nuk del fare më prej atyre mureve. Sado e bukur, pastaj fillon e ndjej një mbytje. Dhe më pas zgjerova klinikën, domethënë, në momentin që bleva shtëpinë, zgjerova klinikën. Por erdhi si një sakrificë, quaj më tepër, që të kisha mundësi të grumbulloja të ardhurat. Është
histori, po them shumë e bukur dhe frymëzuese. Kjo e jotja dhe Faleminderit, origjinale. Domethënë je transparente dhe e hapur dhe besoj kjo gjë do vlej shumë për shumë që do e ndjekin këtë podcast. Faleminderit, shpresoj. Po ersidëm pas 10 vitesh, po them, ku do e shikojmë ose si do e shohim do jetë në planet e tua, pra pak a shumë e njëjta gjë apo synon diçka tjetër shtesë. Disa dentist pas një formimi ose pas një eksperiencë të gjatë, është kjo që them që kërkojnë një lloj përmbushje tjetër ose mendojnë që duhet t'i japin dhe fillojnë mbase mentorimet ose fillojnë diçka tjetër. Ti si e shikon veten, si e shikon këtë aspekt? Ratë parë sigur që e shoh veten në kërkim ende të perfeksionit. E shoh veten ende si studente stomatologjisë, pra që do thotë për 10 vjet nuk e imagjinoj dot sa mund të ketë evoluar stomatologjia, me çfarë hapash mund të ketë evoluar dhe normalisht duhet të jem me ritmin e kohës. Por dua të them që e shoh veten dhe si drejtuese me ekipin tim, edhe ndoshta pse jo do të japësh një model edhe të jesh frymëzim për të rinj që të ndjekin. E shoh veten si një emër i cili ka bërë vendin e tij me rrënjë të forta, që ka ndërtuar besueshmëri në treg. Kështu mendoj që shikoj, por normalisht gjithmonë në rritje. Pra mund ta shoh vetëm një klinikë shumë më të madhe se nganjëherë që tani. Pra njeriu arrin një nivel, kërkon një nivel tjetër. Ajo që bëra së fundmi ishte rikonstruksioni i klinikës. Tani që arrita këtë nivel, më rinë e vogël kjo gjë. Them tani dua diçka më të madhe. Pra njeriu me këtë motivohet dhe me këtë ecën përpara. Kështu që e imagjinoj veten. Një motivim, na duhet gjithmonë një objektiv. Po, unë jam natyre objektive. Të duhet gjithmonë një objektiv. Unë nuk jetoj dot arbër pa objektiva dhe nuk e di se nga më buron kjo, por se kam bërë dhe trajnime së fundmi dhe kur dëgjoj ato lektorët, them po unë këto i kam bërë, më kupton? Çdo fillim viti unë vë objektiva. Dhe objektivat në momentin që unë i vendos duken gati të paarritshme. Dhe punoj aq fort që t'i arrit dhe kur i rikthehem objektivave që kam vendosur, kur bën ato tik është realizuar një vetë përmbushje. Dhe objektivat i kam vjetore, i kam dhe ditore. Me thënë këto ja. Po si ja del, sepse këtu ka shumë teori, shumë mentalitete të ndryshme, shumë perspektiva të ndryshme. Trendi kohëve të fundit ka qenë manifestim ose gjëra kështu, disa besojnë te Zoti dhe thonë çdo gjë vjen nga Zoti. Disa besojnë tek puna dhe thonë unë pas problem për atë punën time, si thua që shkak pasoj. Ke një kombinim midis të gjithave apo ke një diçka apo është një kombinim midis të gjithave, është edhe fati, është edhe Zoti, është edhe puna që ne bëjmë, është edhe ambicia personale. Me thënë janë të gjitha të gërshetuara së bashku, po fati është shumë i rëndësishëm. Në momentin e duhur, në kohën e duhur, guximi është shumë i rëndësishëm. Të gjitha elementet lidhen së bashku dhe unë personalisht kur nuk kam ndjekur një model tjetër. Thjesht kam punuar për të vetë përmirësuar veten time. Nuk e kam për natyrë të ndjek një model, jo. Nuk e ke. Jo, është pak e çuditshme për ja. Një mentor do të kursente mbase 5 vite, 10 vite të karrierës tënde që mund t'i mësoje, po them për një trajnim, për 2 javë, po them, po e marr si shembull. Do zgjidhje më mirë ti mësoje vetë për 5 vjet apo ta mësoje për 2 javë diçka? E kuptoj, por deri më tani domethënë nuk kam pas një mentor timi, akoma nuk e mendoj. Thjesht eci me intuitë dhe me ndjesitë, sepse unë nuk bëj asnjë gjë që është e imponuar. Çdo gjë e bëj me përmbushje time personale, çdo gjë që bëj, kështu që për aq kohë sa mua diçka më përmbush dhe e bëj me ndershmëri absolute, do më çojë në rrugën drejt suksesit. Kështu e kam vijuar rrugtimin tim dhe kështu do ta vijoj. Po sukses, fjala sukses. Domethënë çfarë shikon sukses? Si e përcakton suksesin? Më shumë dua t'i vë theksin rruga që është ndjekur për të shkuar te suksesi.
Mund të ketë edhe sukses jo të merituar, Rrugtimi, jo destinacioni. po, unë shoh rrugtimin. Rruga që ti ke bërë për të arritur suksesin, është kjo një rrugë e ndershme, që për mua ndershmëria është gjëra më sumbësh dinjitetin, të kesh mundësi ta shohësh çdo njeri në sy për rrugën që ti ke bërë. Pra, më shumë se destinacioni është rruga që ti ndjet për të arritur suksesin. Dhe suksesi i cili arrihet në mënyrë graduale është një sukses që zgjat. Edhe i merituar. Shumë e bukur dhe kemi arritur drejt fundit dhe doja është të zhvillonim, po them, një lojë të shpejt, kjo apo ajo, pra të zgjidhje midis dy opsioneve. Po. Kjo bëhet të njohur pak më shumë Ersiden. Një karakter i fort apo buzëqeshje perfekte? Një karakter i fort. Përgjigje interesante nga një dentist. Por edhe unë kështu mendoj në fakt. Takim profesional apo një darkë me miqt? Kjo mund të tregoj domethënë atë. Varet cili është prioriteti. Po, kjo mund të tregoj prioritetin. Është pak pyetje e vështirë sepse janë të dyja kaq të rëndësishme. Edhe pse jo të dyja arbër. Apo duhet me zgjedhë se zvon. Duhet zgjedhësh. Atëherë do preferoja një darkë me miq, sepse takimin profesional mund ta bëj edhe gjatë orarit të punës. Okej. Elegancë klasike apo stil modern? Elegancë klasike. Elegancë e lindur më tepër, se sa do të përpiqesh është ose s'është. Pra jemi më shumë tek stili i vjetër, po them, shumë i shikoj që ka filluar kjo pjesa e minimalizmit. Po. Ne në shtëpitë tona kemi qenë si shumë të ngarkuar, po them. Tani kanë dalë linjat e pastra, tani kanë dalë po. po, qoftë edhe në veshje, në makinat, për shembull po dalin dhe makinat elektrike dhe sërish njerëzit po preferojnë të vjetrën, old school. Dhe është interesante kjo pjesë. Nuk e di, mbase kemi traumë nga mbi ngarkimi. Ndoshta. Unë personalisht e shikoj nuk eci shumë me modën, po me atë që mua më bën të ndihem mirë. Nëse unë ndihem mirë, ka raste, domethënë, po flasim vajza tani që dalin gjëra që janë shumë në modë për momentin, por që unë nuk e përfaqësoj dot. Dhe unë qëndroj te stili që unë e përfaqësoj, ndihem komode, ndihem komfort edhe me vetbesim. Nuk është se eci shumë mbas rrymës. Eci me atë ndjesin time. Nëse nuk do jetoje në Shqipëri, ku do jetoje? Si kisha menduar asnjëherë, sepse unë e dashuroj Shqipërinë. E dashuroj Shqipërinë. Dhe fati më ka bërë që të udhtoj në shumë vendet e botës, edhe ka ardhur një moment që ti përmbushesh dhe do të kthehesh te vendi jote, te baza jote. Njerëzit, puna që kam këtu, klima që kemi këtu, domethënë unë jam fanatike e Shqipërisë dhe dua jashtëmase shumë. Dua vetëm të lulëzoj Shqipëria akoma edhe më tepër. Por nuk e kam menduar asnjëherë se ku mund të jetoj përveç se Shqipërisë. Nuk sepse e shkruaj të ndaluar. E di që ke udhëtuar shumë, por nuk e ke menduar që unë do jetoj për shembull këtu. Absolutisht asnjëherë. Nuk të ka pëlqyer askush më shumë se Tirana për shembull se më kanë pëlqyer patjetër, sepse ti shikon kultura të por jo për ndryshme. të jetuar. Nuk e kam parë veten sepse dua Shqipërinë shumë. Jam fanatike, me çdo bisedë Çfarë unë jam ka Shqipëria kundra që- emigracionit. Po që do ka shumë? është energjia mes njerëzve, komuniteti, janë bisedat shqip me njëri tjetrin, është klima që ne kemi, ka klimë të bukur, ka natyrë më të bukur se Shqipëria. Pastaj këtu, ndoshta Është kjo më bën ta vërtet. mendoj këtë edhe për faktin që kam ndërtuar një bazë të fortë, edhe nuk e shikoj dot veten diku tjetër, po pse mos investojmë neve atë më të mirën tonë ta japim për vendin tonë. Nëse do të largohet ajka e Shqipërisë, kush do ta bëjë Shqipërinë? Kështu që unë jam të kundër emigracionit, që është e vërteta, ose për të rinj të cilët shkollohen dhe e ushtrojnë profesionin e tyre jashtë. Mund të shkollohesh jashtë, po të rikthehesh të japësh kontributin tënd në Shqipëri, kështu e shikoj unë. Unë kam provuar emigracionin në Gjermani dhe jam një ndër ta që jam kthyer. Dhe sapo jam kthyer këtu, kam pasur vështirësitë e mia. Është Dhe më rifillim pas- pa diskutim. Dhe më pas, po, domethënë jeta ime ka ndryshuar totalisht, komplet faqe tjetër, që kur vendosa 100% që unë do jem këtu dhe fillova si thua të shpërthej atë potencialin tim me aftësitë e mia, me vizionin tim në fushë të caktuar. Ja, ju i keni provuar dhe Po. u kthyet sërish në Shqipëri. Kurse unë nuk e kam menduar fare, se aq shumë e dua Shqipërinë. Ndjen njeriu një lloj boshllaku, kishte momente
zbrazëtie në emigracion që të dukej sikur çfarë po ndodh këtu dhe gjithmonë ke atë idenë që çfarë po ndodh në Shqipëri. Okej, back tek loja. Je tipi i pushimeve të qeta apo merr shkopjen dhe ngjitesh në mal, aventura apo qetësi? Shpirti i aventurës. Aventura. I aventurave. Nuk rri dot në ujëra të qeta. Mund të duken me qetë kështu, okay, komunikoj qetë gjitha, domethënë, por nuk qëndroj dot në ujëra të qeta. Jam gjithmonë në lëvizje. Pacienti ideal me një fjalë ose me dy. Të besoj atë që ti je duke i thënë, të krije besim. Okej. Dëgjon muzikë në sallë apo jo? Po. Nuk punoj dot. Mundohem që të vë diçka neutrale, që qetëson në radhë para pacientit. Pra nuk dëgjoj në klinik, nuk dëgjoj zhanre të ndryshme muzikore, po janë këto muzika të Buda, relax, me rrjedhje uji, me citërim azojsh, do të thënë që jep një gjendje relaksi pacientit, që pacienti me anë të aromës që ndjen, aromë mirë, një ndjenjë ëmbël muzikës e bën të ndjeti relaksuar, ndërsa jashtë të klinike, në makinë, sipas gjendjes time emocionale, shpeshherë hip hop, shpeshherë shumë ndryshme. Fotografi spontane apo një set profesional? Gjithmonë spontane. Je tek spontane. Okej. Bukuri natyrale apo transformim i guximshëm, po them? Jam te një dukuri e kohëve të sotme. Po kthehet prapë si ajo old school. Apo jemi në mes? Jam tek bukuria natyrale, se unë mendoj që bukuria vërtet është ajo që arrin së brendshmi. Pra mund të jetë jo estetikisht bukur një person, po kur flet pastaj të duket aq i bukur dhe e kundërta. Jam pro ndërhyrjeve, por që të jenë me masë të caktuar ose tek persona të cilët nuk kanë vetbesimin e duhur. Pra një ndër këto janë edhe dhëmbët, që për arsye të mungesës së vetbesimit, pacientët bëjnë transformim të buzëqeshjes. Në të njëjtën mënyrë, vajzat ose djemt mund bëjnë edhe prekje në fytyrë, por shtejnë elegante dhe jo të transformojnë atë identitetin e tyre, të mos njihen më pasaj. Pra jam kundra fjalës shumë. Besoj se njeriu duhet të pranoj pak veten si fillim, ai që është dhe ashtu siç është. Dhe nëse e ka arritur këtë lloj pranimi, mendoj se mund të bëjë çfarëdo lloj transformimi apo ndryshimi apo përmirësimi që kërkon. Por si fillim nëse nuk e gjen për së brendshmi, do jetë në një kërkim që nuk ka për ta gjetur kurrë, çfarëdo që se mund të jetë ai përshllëku që nuk ta plotson portreti i kuruar. Është bukur në botë edhe sërish ndihet bosh. Ti nuk qesh. Është vërtet. Disiplinë apo intuit në kuptimin e vështirë, po si zgjedh, si i merr vendimet, vendimet i marr me intuit. Edhe gjithmonë intuita më ka çuar në rrugën e duhur, në zgjedhje. Disiplinën e kam në përditshmëri, por kur vjen fjala te vendimarrja e rëndësishme, është intuita. Është ajo ndjesia, është një gjë që ty nuk ta thot dot njeri, ti e ndjen brenda, cila është vendimi që duhet të marrësh me anë të intuitës. Një libër motivues apo një film dokumentar shumë i mirë? Të dish ti Arvër që unë jam shumë pas dokumentarëve dhe pas të dyjave dhe pas librave motivues. Mua nuk më frymëzojnë në librat të cilat janë romane, por më frymëzojnë gjithmonë librat të cilat më mësojnë diçka për jetën, veç zhvillimit. Vetëm për veç zhvillim. Po dhe dokumentar shkoj shumë. Në klinikën tënde kam vënë re diçka një raft ose mbase. Sukses i heqtur apo sukses që bën zhurmën e tij? Sukses që bën zhurmë. Pse? Po sepse është ajo që ne edhe nisëm zhurma, domethënë si e kam në konceptin, unë them puno fort dhe lëre suksesin të bëj zhurmë. Pra ti je duke punuar dhe paralelisht suksesi për ty do bëj zhurmë, pastaj do flasin njerëzit për punën që ti je duke bërë. Kështu e mendoj. Është një ndaj gjatë, domethënë se ndonjëherë fjala zhurmë duket pak si kaos ose kaotike. Pra bën zhurmë, është si e kuptoj, por varet në kënd vështrime që ka. Një ditë pa telefon apo një ditë pa kafe? Cilën do zgjidhje?
pa kafe. Sepse telefoni Me është... telefonin e shumë e lidhur? Jo, nuk është se jam shumë e lidhur, po është mjet pune për mua, dhe telefoni im nuk rrin më silent. Unë gjatë kohës duhet të përgjigjem pacientëve, dhe e shoh mjet pune, është prap puna ime, ndërsa kafja nuk është aq domosdoshmëri. E kemi vetë në dorë atë zgjimin tonë. Po, është e vërtet, kjo pjesa e kafes... Shumë ritual. Kur është muaji i agjerimit, muaji i Ramazanit, njeriu e kupton që mund të rrijë pa kafe, mund të rrijë pa bukë, pa pirë, edhe nuk e gjen është e gjitha atë mendimet se si ne mendojmë. Dhe unë kafe më tepër di se shikoj për unë kam shumë të një kick. Po, për shembull, unë kafen e mëngjesit e pi vetëm në balkon. Udhëzimi im shtunis. Dhe e shoh më tepër si riorganizim të mendimeve të mia, të qartësoj mendimet e mia, domethënë kështu e shikoj më shumë si ritual se sa domosdoshmëri e trupit, se sa varësi. E shoh si ritual më tepër. Pyetja e fundit, reputacioni ndërtuar nga dal apo fam e shpejt? Reputacioni ndërtuar nga dal. Se duket sikur bie pak në kundërshtim me atë zhurmën, por gjithmonë e reputacion i ndërtuar nga dal me hapa të sigurta. Kemi arritur në fund dhe nëse do doje që të lije një mesazh të fundit, pse jo ti the që i ke parë dhe i ke ndjekur podcastet e tjera, dhe do doje që të shikoje diçka tek ata dentist, pra do doje që të thonin diçka çdo të hynte ty edhe në punë, ashtu siç ata që po e shikojnë këtë podcast mund të duan të dëgjojnë diçka nga ty, diçka që vlen për profesionin, për jetën dhe anën personale, po them, një fjalë të fundit. Për këtë kolegëve të mi që kanë qenë shumë origjinal. Edhe kanë thënë çdo gjë, edhe ne sot mendoj që tham çdo gjë dhe nuk dua të bëhem e përsëritur. Thjesht punoni me pasion dhe zgjidheni stomatologjinë vetëm nëse keni pasion, jo të detyruar. Ky është mesazhi. Shumë bukur. Doktoresha, të falenderoj. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi të të kishim këtu. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi. Besoj që vërtet të arrish çdo gjë që dëshiron. Faleminderit. Nga jeta, nga profesioni, jemi me fat që kemi dentiste si ty në Shqipëri. Faleminderit të vlerësoj. Që me vështirësitë tua ke vazhduar dhe ja ke dalë dhe vazhdon akoma të jesh një frymëzim qoftë për vajzat e reja, qoftë edhe për dentistët e rinj. Dhe është kënaqësi që njihemi dhe faleminderit, kënaqësia është e gjitha imja që jam sot këtu me ju. Faleminderit.